2 minutë që juaj në këtë drejtim. Po, fillimisht edhe tash kur po flasëm tash unë po mundona me fol me program, se kam programin të tashuar me linqe, me detaje. Rashidi po flet për mend, se kem programin hala. Tash nuk e diu na kanë me ka ato ajo, këto çështje që po i thet, është mirë me ka se të i din. I ke trajtu problemet që kanë pas, se që si janë zgjidh kur, po kanë mos zgjidh ato. Kanë më bë policia si duhet, kanë me pas dinjitet, integritet, kanë pas gjitha. Edhe ato që po thu që ka ndërhyrje, unë nuk po di ku po alodon, është mirë me thonë çka sakt, nuk ka ndërhyrje. Policia e Kosovës ka pas angazhim më të madh për me siguru rën dhe ligj edhe në verit Kosovës dhe në pjesë tjera. Edhe duke pasur parasysh gjithë të mira që janë bën për sigurinë, kryesisht edhe në veri, që janë shkatruar bandat, që janë largu ato komuna paralele, që nuk ka ma dinar, që nuk ka ma tabela të Serbisë, që njerëz të fillojnë në marrjen e ndërtimet të Kosovës janë mbi 4000, janë mbi 6000 serb që kanë aplikuar edhe për patent shofer. Kur po flas sigurisht është rritë edhe ky numër, këto janë ato që policisë i kanë dhënë detyra më shumë edhe ka pas punë më të madhe. Mirë po, në moment që ne kemi drejtuar këtë punë dhe kemi qit në vijë, nuk kam me pas ma obligimet e tilla, po polist kanë me kry detyrat e veta, kanë me kry me nder dhe me integritet të mirë. Sa i përket një fushës tjetër çka kemi me bona, ne kemi disa të parapamën në programin, po i thamë ato. Ato edhe mund t'i lexoj, po kjo Skënderajt t'ja jep përgjigjen zotit Çala që thonë Skënderaj ka patur ndërhyrje aty. Nuk ka pas në Skënderaj, unë e kam thënë edhe dikon edhe me një paraqitje time publike. Policia Kosovës, Rashidi ka qenë drejtori operacionit në polici edhe unë kam qenë shef shtabi në ushtri edhe dim që planifikojnë operacionet.